Allahu te bareke ve teala, do të thonë, njerëzit i kanë nda, jo mbi bazën e gjuhës, jo mbi bazën e racës. Kjo nuk është ndarje, kjo është lloj-llojshmëri. Lloj-llojshmëri. Njerëzit mund të jenë të lloj-llojshëm në pamje, në ngjyrë, po unik në parime, unik në përshtypje, unik në vlera. A mund me konë që është? Mund me konë njerëz të lloj-llojshëm në kuptimin e jashtëm, po të bashkët në kuptimin e brendshëm. Dhe Allah xhallahu e ka da njeriu jo mbi bazën e dukjes, jo mbi bazën e llojit dhe prejardhës, po mbi bazën e, domthonë, rahatisë së brendshme. Me kënd bosh rahati, me kënd ti njihesh mirë, me kënd njihesh ti, për shembull, komat, me kënd njihesh. Që kjo është më rëndësia. E mbi këtë bazë Allah i ka do njerëz, në të mirë edhe në të këqij. Në të mirë edhe në të këqij. Dhe njerëzit më shikojnë gjithmonë këtë pjesë e brendshme. Me kënd njeri bëhet rahat. Ku po rreshtohet njeri?